mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Mënyra që e fillon mëngjesin përcakton ritmin e gjithë ditës. Nëse zgjohesh me qëllim dhe ndjek një rutinë të shëndetshme, rrit ndjeshëm përqendrimin, energjinë dhe produktivitetin. Tani do t'ju tregojmë 5 rutina të fuqishme që mund të bëjnë mëngjeset e tua shumë më efektive. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbisni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Zgjohu herët dhe qëndroj pa lëkundur nga ekrani për 30 minutat e para. Zgjimi i hershëm të jep kohë për veten përpara se bota të fillojë të kërkojë. Më e rëndësishme është të shmangësh më një herë telefonin. Minutat e para të ditës formsojnë gjendjen tënde mendore. Përdori për qetësi, reflektim ose planifikim, jo për të kontrolluar rrjetet sociale. Bëj shtrirje ose aktivitet fizik të lehtë. Një trup që lëviz në mëngjes është një mendje që punon më mirë gjatë ditës. Nuk ka nevojë për një stërvitje të plotë. 5 apo 10 minuta ushtrime të lehta, ecje apo yoga janë të mjaftueshme për të aktivizuar trupin dhe për të përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe nivelin e energjisë. Meditim ose frymëmarrje e thellë. Një praktikë e thjeshtë prej 5 minutash për të qetësuar mendjen dhe për të lidhur me veten mund të jetë një meditim i qetë, një ushtrim frymëmarrjeje ose thjesht disa minuta në heshtje me sy mbyllur. Kjo ndihmon të reduktosh stresin dhe të përqendrohesh më mirë gjatë ditës. Përcakto 3 prioritetet kryesore të ditës. Mos e nis ditën pa ditur çfarë është me të vërtetë e rëndësishme. Shkruaj 3 gjërat kryesore që do të përqendrohesh dhe do të përfundosh sot. Kjo metodë thjeshtëson mendjen dhe të ndihmon të mos shpërqendrohesh nga gjëra dytësore. Përdor mëngjesin si moment ushqimi për trupin dhe mendjen. Mos e nënvlerëso mëngjesin si vakt. Ushqimet e pasura me proteina dhe fibra ndihmojnë në mbajtjen e energjisë dhe përqendrimit. Rutina e mëngjesit nuk ka pse të jetë e gjatë apo e komplikuar, mjafton të jetë e qëllimshme. Duke zbatuar këto 5 zakone, do të ndjesh më shumë kontroll, qartësi dhe energji që në orët e para të ditës. Provoje një javë dhe shikon ndryshimin vet. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.